do marr guximin të them që mund të keni qenë një nga politikanët që është luajtur shumë me ju dhe deri diku kanë kaluar deri diku nivele dhe bullizimi. Jo, gjumi etj. Mati ka dhe njerëz në përbot që e përdorin si speech motivation për fjalinë motivuese që sa herë bie, ringrihesh, që është shprehje e famshme. Ju sa herë keni humbur zgjedhjet, keni thënë që do ngaroj sërish, do kandidoj sërish, gjithmonë, dhe tani keni ardhur me një koalicion të ri, me një fytyrë të re, me 77-313. Si ndodhi kjo? Garantimet parë, Garantimet parë kam qenë me sistem magjoritar, kam mund Arben Ahmetën ke dega 7, pak përsi për këtu. Votet drejt për drejt. E kanë harru njerëzit kur kandidatët ishin përballë njëri tjetrit, jo proporcional. Herën e dytë kam garu në Elbasan, kam sjell 7 mandate, 5 më shumë se ç'kishte Partia Demokratike në legjislaturën e mëparshme. 2 vjet më vonë jam përballë me Edramën për Bashkinë e Tiranës dhe e kam mund. 2013 kur ka humbur zgjedhjet, Partia Demokratike s'kam qenë unë kryetar. 2017 po, janë humbur, sigurisht vinte pas 4 vitesh opozit, me shumë bagazhe. Shumica atyre që kishin humbur zgjedhjet 2013 i kisha la kandidat për deputet. 2021, siç e provon vetë Spaku me përgjimet e çyrbes dhe çështjeve tjera, janë zgjedhje të vjedhura. Dhe njerëzit duhet ta ndajnë mendjen. Nëse janë të vjedhura, atëherë janë të vjedhura. Nëse janë të humbura, atëherë pas kanë qenë zgjedhje të rregullta. Por në fakt, sot kjo nuk është një pyetje, është pyetje retorike, se Spaku e ka provu që zgjedhjet e 2021 kanë qenë të vjedhura. Ndërkohë po të kapësh gjithë ta që kanë ngritur korin. Sot vazhdon akoma që në prokurori zgjedhjet e 2021. Pa diskutim. Gjithë ta që kanë ngritur korin e Luli ka humbur, pra doli që 2017 kam humbur. Okay? Se në 2015 që bën atë reformën lokale siç dëshëm, kandidatët e Partisë Demokratike në drejtimin tim për kryetar bashkie kanë sjellë pothuajse 700.000 vota, rekorde historike. Kurse këta që thon ka humbur, këta kanë humbur nga 10-15 palë zgjedhje në jetën e tyre, se kanë shqyrë zotë që nga 1990 në politikë. Dhe s'flet njëri për këta, por është e gjitha propagandë. Por në lidhje me pyetjen që më bëre, absolutisht sa kohë që motivimi im është e mira e përbashkët, domethënë që njerëzit të kenë mundësi të jetojnë me dinjitet në vendin e tyre, dhe sa kohë që besoj që kam diçka për të dhënë, e jap pa asnjë hezitim dhe pa asnjë bezdi nga bullizimet e nga sulmet, sepse e kuptoj nga vjen qetësia se këta që thuat që bëjnë bullizim, këta praktikisht shfaqin inferioritetin e tyre. Bullizimi është agresion, është agresivitet. Në fakt edhe gjatë fushatës të kohë Rama vete ka përdor shumë duke i quajtur shqiptar gjysma kaotik. Po pra. E para punës, agresiviteti është treguesi pasigurisë. Një njeri që është i sigurt ke vetja vet, s'ka pse të jetë agresiv. Trimi mirë nuk ngutet prej burrnisi ose tutet, e ka thënë Fishta. Pra, çfarë duhet të them këtë? Qetësia më vjen nga nëse marrim bullizuesit, sepse unë i shoh ata si me rëndgen, si me, domethënë, lakuriq siç janë në inferioritetin e tyre dhe tregojnë inferioritet. Dhe çdo kush do ta kuptojë që bullizuesit janë njerëz inferior.